Deri në nisje të ndeshjes Shqipëri-Serbi do të ketë një lumë informacionesh që vinë nga të dyja shtetet, ju ndiqni edhe përmes kolegëve të informacionit dhe Newsy do të kushtoj një vëmendje të posaçme kësaj ndeshje përmes bisedave që do të zhvillohen përgjatë ditës, apo jo zonja Vjollca? Mirëmëngjes. Po patjetër, që erët në mëngjes, të gjithë jemi kureshtar, të gjithë duan fitoren, i urojmë ekipit tonë fitore, jo vetëm ekipit, po dhe mbar popullit për atë që ka ne si qytetarë kemi detyrë që të respektojmë në radhë parë veten dhe miqtë që vinë. Dhe çka është më rëndësishme është ta shohim si lojë, po, patjetër si lojë. Ndjenjë fort, jemi më racional. Mirë po, edhe kur shohim sport do të ham. Dhe ato që vazhdojnë dietën përsëri duan të ushqehen. Do na mësosh ndonjë recetë të shkurtër? Në ditën e enjte, po të shkurtër, një recetë shumë të shkurtër, do të bëjmë një supë me peshk. Mirë është që për këtë lloj supe ne të përdorim peshkun e lumit, mund të jetë troft, akoma dhe më mirë nëse është koran. Këtë luk se kanë vetëm anvisat e pogradecit. Dhe përbërësit që janë në treg, do të kemi një gjysëm finok, 2 kokra qep të vogla, të kuqe mundësisht, 1 karot, 2 deg selino dhe 600 deri në 800 gram tull domate pa fara, e kemi thënë dhe kemi bërë disa herë, pa lëkurë të prera në kubik. Një gjysëm tuf majdanoz, 200 ml verë të bardhë dhe 800 gram peshk për të realizuar këtë recetë. Patjetër, krip dhe piper të zi. Mirë po, do të përdorim si zakonisht edhe në për receta dietike, përdoret vaj ullirit dhe unë ju e dini gjithë që gatuaj me vaj altis, nuk do të hedhim një lugë për një porcion, por me që është recetë dietike, do të hedhim një lugë çaji për porcion, mesatarisht 2 lugë gjelle. Atëre, më falni, gjë karakteristike në këtë recetë është dhe hudhra. Nuk kemi 1-2 thelpi hudhër, por kemi 5 thelpi hudhër. 4 unë do t'i trazoj së bashku me qepën, të grira imët, ndërsa 1 thelpi do t'a ruaj se kjo supë serviret me buk integrale. Kam vendosur në furrë 4 feta buk, do t'i thek, do t'i bëj ato si një biskot, do t'i kaloj një thelpi hudhër, do t'a vendos në fund të pjatës një fet buk dhe mbi të do të hedh supën kur të vi momenti që ta servirim. Fillimisht do të fillojmë të kombinojmë perimet, do t'i shuajmë me verë dhe në një kohë më të vonshme, pastaj do të hedhim, mbasi të shuhet me verë, do lihet 5 minuta një temperaturë të lartë, do të hedhim tullin e domateve. Ta lem domaten 10 minuta, do të shtojmë jo më tepër se 400 ml ujë dhe në fund fare kur të jenë nxirr këto, jo diçka e holl, një supë e holl, po pak e plot, do të hedhim copat e peshkut që do t'i lëmë jo më shumë se 10 minuta. Dhe në këtë moment supa përfundon. Është shumë e shëndetshme, e shoh edhe nga perimet që ke përzgjedhur përveç peshkut që sigurisht e rekomandojnë të gjithë të konsumohet 1-2 herë në javë, sa të kemi mundësi në fakt. Kështu që e kemi respektuar dhe ditën ku jemi, sepse të enjteve zakonisht sjellim receta të lehta, dietike, për njerëz të veçantë që mbajnë pak a shumë këtë lloj diete që ushqen shëndetshëm dhe nuk e teprojnë le të themi me kalorit. Atëherë, ja edhe këto 2 hudhrat, i kam bërë gjithë përbërësit gati. Do të fillojmë me qepën me hudhrën në fillim. Prandaj më desh ta pres tani të freskët. Ja, përfundojmë. Do të vendosim, pra, më falni, 2 lugë gjelle, vaj altis. Ja, kaq. Sa po vaj të ngrohet, nuk e lëmë që të digjet asnjëherë, sepse është shumë i pasur me vlera ushqimore dhe ato humbasin. Nga ka vlera proteinike më së shumti tek vaj ullit. Mjafton sa e ngrohtë është, sa që qepa, më falni, hudhra fillon të cingërojë, themi ne. Menjëherë do të hedh qepën. Asnjë nga këto perimet që do të vendosim në tenxhere nuk duhet të marrin ngjyrë, vetëm duhet të zbuten. Qepa është e grirë shumë imët. Dhe e kaurdisim pak për 2-3 minuta, si që zakonisht themi ne, e këshkëthyre në refren tani, të avulloj lagështirën e saj dhe të bëhet transparente.
do ta them, sepse ka plot vajza të reja që janë martuar dhe po mësojnë të shumë gatuajnë. rëndësishme edhe fakti që ne nuk duhet ta nxehim shumë vajin që kur skuqim, për shkak të asaj që sapo the zonja Vjolta që humbasin vlerat ushqimore të secilit produkt që ne hedhim, plus që fakti që ne skuqim pak, këtu kam një çerek finoku, do të hedh edhe atë çerekun tjetër, po. Do të hedh një karot të prerë në kubik. Kjo është selino? Po. 2 deg selinoje. Gjithmonë anvisat do ta qërojnë me atë instrumentin që ne qërojmë pataten. Qërojmë ato fijet e degës selinos. E keni parë ju dhe herë tjetër, po. Pastaj e presim selinon në kubik. Ti ka urdisim dhe e rrisim temperaturën që t'jetë në një temperaturë të lartë, duke trazuar vazhdimisht, të lutem më ndihmo sa unë të pres këtë pjesën tjetër të finokut. E heqim kërcellin që është këtu në mes, e kemi pastruar nga ato degët e trasha dhe tani presim në kubik. Të supat që bëhen me ngjyra me perime të ndryshme, zonja Vjolca, sa të shëndetshme që janë dhe duhet të bëhet tashmë si e udhës në çdo tryezë, të jetë një supë e pranishme në çdo gatim. Pavarësisht se mund të kesh një tavë apo Po, patjetër. Kur ha një supë me perime, vetë organizmi është më i lehtë. Po, është më i lehtë, kemë energji nuk vjen Të gjitha organet funksionojnë shkëlqyshëm. Prandaj është ilaçi duhet filluar që nga tryeza. Dhe tani kemi folur dhe stërfolur dhe nëpërmjet inserteve mos të kalojmë në përsëritje për sa i përket vlerave ushqimore, duke filluar që nga vaji, që nga qepa, që nga selinoja, një kombinim i shkëlqyer. Aq më tepër që receta që unë po sjell sot nuk është receta ime, është recetë e rekomanduar nga dietolog. Edhe aq më tepër që janë të studiuara mirë, domethënë për vlerat që bashkon të gjithë përbërësit. Tani këtu në tenxhere ka arritur një temperaturë maksimale, uji nuk ka fare, vaj është përthithur, ai vaj është përthithur nga perimet, do të hedhim një gjysmë tufe majdanos. Zakonisht e hedhim në fund, po në fund kemi lënë disa gjethe për zbukurim. Do të hedhim 2 kokra krip. Mbasi nuk do të përdorim. Kripës përfshihet në dietat. Po, patjetër, prandaj unë hodha shumë pak dhe do t'i shuajmë temperaturë të lartë me verë. Pra e lëm tani të valoj për 5 minuta në verë të bardhë, të gjitha perimet. Unë po ja kujtoj dhe njëra anvisave menun ton, në mënyrë që ato anvisa dhe shikues që janë të enteve tona, pra që respektojnë, le të themi, edhe atë çka ne sjellim të enteve, pra receta më të lehta, më dietike, të përshtaten kësaj supe me peshk dhe perime. 800 gram peshk, 2 deg selino, gjysmë kokë finoku, pra gjysma e një kokë finoku, 2 kokra qep, 5 thelpinj hudhër, gjysmë tufe majdanoz, 600 gram domate, 200 ml verë bardh, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi. I lexova me shumë ngadalë në mënyrë që anvisat të kenë mundësi të shkruajnë përbërësit. Në bllokun e tyre ka shumë anvisa që mbajnë bllokun e shënimeve të gatimit. Na e kanë dëshmuar edhe këtu në vilën tonë. Ndaj anvisat që po na ndjekin në këto momente, po ju bëja edhe një thirrje që të jenë dhe ato pjesë e emisionit Vila 24. E din tashmë që të premteve zakonisht preferojmë të kemi një anvis në kuzhinën tonë, sepse kemi mësuar, kemi biseduar, kemi njohur pasionin e tyre në gatim, ndaj bëjni dhe ju që na shihni në këto momente. Telefononi në numrin që do të shfaq regjia në ekran dhe regjistroni për të qenë pjesë e këndit të gatimit në Vila 24 me zonjën Vjolca, të ndajmë së bashku këtë eksperiencë që është në të veçantë një eksperiencë e bukur gatimi. Kënaqësi e veçantë. Imagjino se sa kënaqësi ndjen zonja Vjolca kur gatuan çdo ditë. Përveç se lodhes kuptohet. Kënaqësia e kalojmë me sigurisht kënaqësia është në pjesën që ne i shijojmë, po kënaqësia ime më e madhe është kur ta thënë kur takoj anvisat. Nuk ka ditë që nuk takohem me të, hypin autobus në një dyqan që shkoj dhe akoma ekstra kënaqësia ime është kur
janë ato vajzat e reja që më pyesin se zonjat, kam thënë, nuk bëj asgjë të veçantë përballë të gjithë zonjave që janë në shtëpitë e tyre. Ne kemi nesër ditën. Ato mos e thuaj sepse zonjat se takon zonja ti, po takoj dhe zonja unë. Po mirë. Kështu që ato zonja që takoj unë, më thonë me detaje se si e ke gatuar. Dhe madje di çfarë më ka bërë përshtypje, në ndonjë recetë kur është gatuar nga zonja Vjollca, ka shumë avisa të cilat thotë, unë nuk i hodha këtë, i hodha këtë tjetrën, këtë përbërësin, ka qenë një supë në rastin konkret. Dhe më ka dalë shumë e shishme. Nuk e di si u doli juve në studio, po mua më doli shumë e shishme ajo receta. Po ajo është andis për vërteti. Kështu që ajo që fillon e eksploron e bën kështu është andis për vërteti. Ka qenë një përbërës që e ke përmendur ti, mund ta zmësoni, jo qoftë djathtin, parmigiano. Po parmigjanin apo gjizën apo ricotën me një gjizë pa krip, po është e vërtet. Tani unë dëshiroj dhe jam më tepër e prirur të gatuaj për një shtresë mesatare. Se e kam thënë dhe përsëris, ata që kanë shumë para, nuk kanë pse harxojnë dhe kohën. Dakor? Po është dhe çështje kënaqësie, kam përshtypjen. E bëjnë më rrallë. Mund të kesh, po kënaqësi është kur gatuan vetë. Vazhdojmë një temë tjetër kur të strasësh atje. Vazhdojmë të flasim prapë. Po, do ta mendoj dhe tani kaluam 5 minuta me bisedën që bëm ne të dyja dhe pothuajse vera është avulluar. Do të hedhim tani copat e domates. Do t'i trazojmë mirë dhe do t'i lëmë kështu që domatja të bëhet në trajtën e një pureje. Pra është komplet me perime të freskëta. E lëmë, i vendosim kapakun, duke e ullur temperaturën dhe e lëmë në një temperaturë mesatare. Në këtë mënyrë do të vazhdoj domatja që të zjehet dhe të bëhet tamam, do 10 minuta. Ne do t'a shohim, do t'a trazojmë dhe më pas do të shtoj ujin. Kripën ja hodha, do të shtojmë ujin. Uji duhet jetë i nxehtë. Kemi thënë dhe herë të tjera që kur gatuajmë, gjithmonë nuk do të hedhim në një tenxhere që po valon diçka, qoftë kjo perim, patate, çfarë do lloj perimi që të jetë, desha të them, nuk do të hedhim ujë të ftohtë për arsye se ne në atë moment e ndërpresim zjerjen. Nuk ecim përpara, kthehemi mbrapsht, po ka raste kur ka përbërës që në vend që ta bëjmë siç duhet, na e bën më të butë ose na e bën më qull, si më thën, gatimin. Ky ujë sikur më është ftohtë, çik se kam mbushur kohë më parë, e ma mbush çik me ujë të nxehtë. Dhe zjerja pastaj e perimeve nuk është siç duhet. E ndjen ti Niki se çfarë arome këndshme është? Një përzierje aromash sepse llogaritë e kemi hedhur selinon. Po, finok. Bashkë me finokun, kemi hedhur karotat, hudra. Dhe kemi hedhur goxha hudra. Të lutem, mund të më nxjerrësh çik ato copat e bukës? Po. Se duhet më jenë. Ja. Këto copat e bukës mund t'i bëjmë në kubik të vegjël për t'i hedhur supë apo të konsumojmë? Mund t'i bësh në kubik të vegjël, po në kubik të vegjël ka këtë lloj që kur e vendosim me pjatën. Në pjatë, po? Unë do t'a vendos njërën nga këto, lërë aty, ku fillimisht, se u përvlova, do t'kaloj hudrën në këtë formë. Po. Kur të ftohen, ndoshta pak fetat se do ta vë këtu dhe mbi këtë do të vë supën. Është qëllimi që edhe ai pak lëng që mund të jetë të përthithet nga buka. Jo se nuk e përthith buka sipër, po kaq është racioni bukë integrale i një personi që mban dietë. Ujtë sa pak. Shumë pak, zonja Vjollca se i merr të gjitha gjërat, llogarit që thash. Ja, shiko tani domatja, këtu nuk kam fare ujë. Ishte domatja shumë e mirë. Ja. Tani, do të hedhim, jo kaq shumë, këtu ka 500 mililitra. Vendosësh pasisa. Sa të mbulohen, besoj, të gjitha perimet? Ja kaq, sa të bravo, e the shumë mirë, sa të mbulohen perimet. Tani,
do të kalojnë perime dozje, pa tjetër, kaluar një minutazh në momentin që ishin me verën, kaluam një minutazh tjetër që ishin me domaten, tani sa po të filloj të zjej, do të hedhim peshkun dhe do ta lëmë 10 minuta. Dhe për 10 minuta, supa është gati. Se po të mbledhësh minutat, qepën, hudhrën, hodhëm selinon, finokun, të gjitha me radhë, kaloj një çerek ore. Po, në morën nxehtësinë e duhur. Kaloj një çerek ore, dhe për një çerek ore edhe karrotat të rzier, edhe selinoja, dhe mjafton të jetë edhe një çik al dente, akoma dhe më e shishme, dhe më e këndshme, dhe më e përshtatshme për organizmin është. Se janë të gjitha perime që ne mund t'i konsumojmë, dhe ashtu si që janë të gjalla. Tani, do të hedhim dhe peshku, thashë, përsërita, për në një që sa po në ndjek, dalëm vetëm 10 minuta në momentin që të filloj të zjeja. Sa filloj të zjej? Supa, mbarojmë dhe me peshkun, pra një 10 minutë ka nevoj peshku të zjeja, Unë do t'a lija, për irë zëvërtetës, unë do t'a lija dhe një qikë që të zjente, para se t'a vija peshku. Të largohesh e Që pak. t'jemi sinqert, ose do t'a le pasaj bashkë me peshkun qikë më gjatë, po nuk shkon, që peshkut t'ja... Po, e rëndësishme nuk e di a kemi kohë. Deri në këtë formë. Deri në këtë formë, jo. Për këtë formë u prahet tani dhe për Pra, është e anvisat. përfunduar për ne, dhe anvisat besoj se kuriozitet më të madh e kanë kur receta montohet, kur përbërësit hidhen, se më pas, kur e servim, kënaqësia më e madhe është e jona. Ja. E hedhim dhe peshkun, e lëm dedin 12 minuta maksimumi, e tham që mirë do t'ishte që kjo recet të konsumohej me peshk të ujrave të ëmbla. Peshku tani do të zbardhe dhe akoma do t'japin ngjyrë, bukuri, absolutisht edhe shije recetës. Do t'a servirim, na mbetet pastaj vetëm për t'a servirur. Në fund fare, ne do t'a servirim, do të përfundojmë tani këtë hapësirë gatimi, por pas të largoheshim do doja që menun t'a fokusonim edhe njerë për gjitha anvisat që duan ta gatuajnë këtë recetë si gjithmonë në familjet e tyre. Është një recetë e thjesht dietike, por shumë e shëndetshme. Ka shumë vlera për përbërësit që kemi hedhur. Imagjinoni të lexoni për secilin përbërës. 800 gram peshk, 2 deg selino, gjysmë koke finoku, 2 kokra qep, 5 thelpinj hudhër, pra në këtë supë shtohen sasit e thelpinjve të hudhrës, gjysmë tufe majdanos, 600 gram domate, 200 ml vere bardh, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip piper i zi. Kaq ishte receta, ne do ta presim dhe do ta shijojmë. Jo, nuk mund ta lëm këtë pjatën kështu bosh, nuk po e se fokusojmë mua fare nuk më pjatën. shijon Po kështu. kemi çfarë fokusojmë, se kemi ujfap në dorën tonë, që s'na mungon kur, na duhet ujfap sigurisht edhe kur të lëvizim çik për nga mbasditja, kur të shohim dhe ndeshjen. Jo nga mazitja, që në mëngjes që unë dal nga shtëpia, marr shishen e vendos në çantë, dhe tani fillon shishja e dytë, deri në fund shishja e tretë. Deri në 2 litra duhet t'i konsumojmë ujë. Faleminderit për vëmendjen, do të shkëputemi, shikim të këndshëm në vazhdim. Mirupafshim.